Jemi rikthyer në Breaking. Ai konsiderohet si një nga demokratët më të famshëm në Shqipëri, quhet për mendimin e tij të drejtë për drejtë, i ka patur të shpeshta daljet e tij publike, gjithmonë i dashur për publikun shqiptar. Kam kënaqësinë të kem në një lidhje direkte zotin Ilir Vrenosi. Përshëndetje. Përshëndetje, Theori. Vijon ende të jesh demokrati më i famshëm në Shqipëri, pavarësisht pa kënaqësive që ke shprehur kohët e fundit. Po thuaj në këtë mënyrë, aman. Atëherë thjesht demokrat. Unë jam i djathtë, e kam thënë disa herë, demokrat mund të bëhet edhe një i majtë kalon demokrat, edhe një demokrat bëhet socialist. Unë jam i djathtë, që do të thotë, i djathtë është i lindur, duhet të jesh ish pronar, do më duhet jesh pefisi, më të tash, e kupton ti, dhe që është i djathtë, i lindur. Kurse demokrat mund të bëhet çdo njeri. Sa përse. Dhe të kalojmë pak tek Partia Demokratike. Ke investuar shumë, je investuar shpirtërisht për Partinë Demokratike, ndërkohë që të ndjek me shumë kënaqësi dhe kuriozitet në platformat e tua sociale dhe kohët e fundit, jo vetëm që ke shprehur rezervat e tua, por edhe pa kënaqësinë e madhe në mënyrën se si po krijon qasit e saj opozita e sotme, ndonse është e paktë në numra. O Fjori, po ti vetë dije për atë votimi që mos flasim ne për votimin, po që për barazinë gjinore, po. Do me thënë shkurt, jo për këtë votim, po për çdo gjë, këta as vota s'kan asgjë. Dhe atë që ne kemi thënë, ne si të djathtë demokratë që jemi me shpirt, që ore, çfarë duam ne në atë drejt parlament kur s'na dëgjon njeri? Që do të thotë, o gjëra merren me seriozitet. Luftove për 11 maj. 11 maj i thesh farsë, më të thash, më kupton? Dhe tani ku lufton për 11 maj, thua është farsë. E njërin tjetrën dhe tani këta hynën, ata janë tash në parlament. Po, ky është fakt. A janë në parlament. Ja. Si do ta luftojnë 11 majin? Si do luftojnë, domethënë, do rinë për rrogën e tyre, atëre dakord janë. Këta kanë 1.000 kusure, 1 milion kusure ka Rama, mua nuk më duhet fara se nuk merre me Ramën. Se Rama po fiton, po ecën drejt, dhe ka punë e tij. Tani unë do flas për lokomotivën time, që ka ngecur e nga ikën. Mendimin tim modest, nuk se jam ndonjë kështu, po atë që mendoj gjithmonë. Tani, dalin ca zëra që jo protesta. Për mua si Ilir, protesta, jo për mua, po për shumë demokratë, që edhe unë flas, shkëmbej mendime, protestat janë gjëja, do me thënë që, jo për të qeshur, po, me protesta, kemi 12 vite me protesta. Sa herë ke marrë rrugën nga Korça për të protestuar në Tiranë, vitet e fundit? O bir. Shiko tani. Mua më mirë për të qarë, për çdo të madh si jemi ka ta ndisur, ne si do me thënë, nuk di se, nuk do të them fjalë kështu se i di që do të mbaj çiketikën në ty, po shiko, të ngri demokrati, të ngri tani unë të vinë protestë, kur them unë të lodhur, të raskapitur, ore ju jeni aty. Ju duhet të bënit grevurie që unë kam thënë 100 dhe do vinë fjalët e mia ata. Ma beso, do vinë fjalët e mia sepse mos s'ka njerëz. Pra po thua çfarë proteste kërkojnë kur s'ka njerëz? Mendon që nuk do të ketë njerëz që t'i vinë në protestë zotit Berisha, nëse i thërret? Po, le deputetët, domethënë këta që janë që po merr ky, ish deputet në Elbasan. Ore po marrin, unë kam thënë kam vite, po marrin njerëz të thjeshtë mos si mua, si mua, domethënë po flas njerëz demokratë të thjeshtë, më kupton? Kanë nga dy fëmijë, çfarë për janë pa punë, po i punëson rilindja, dhe ne po shërojmë nga dita ditës. Këta tani don protesta. Ore, doni të bëni njerëz dhe doni të sillni
domethënë atë besimin, këta duhet t'i japin, domethënë me patjetër mendoj unë që të kthehen në shinat dhe popullit i ndjekë, këta duhet t'i japin nga vetja. Duhet të bëjnë këtë grenuri që këta, kur pyes disa unë thonë Rama të le të vdesësh, po jo, ma nuk është kështu. Sepse tani jemi në vitin 2025 dhe nuk të le të vdesësh. Që do thotë që ka organizma, do ndërhyjnë ndërkombëtarët, mendon. Bravo. Dhe atëherë do ndizet edhe situata kur ti jep diçka nga vetja, unë do të mbështes pasaj. Pasaj le mua në dorë, kur them mua, popullit demokrat, edhe jo vetëm. Por në qoftë se ti juve vazhdoni, jo do vën protesta, jo kështu, më duket se po legjitimoni Edi Ramën. Se s'kini pikën e fuqisë, se ata po tallen, po tallen, di yra që klajf unë një 10 minuta, vetëm një kopelishë në gjoba, ne një 38, apse një miratojt, ne një kash, miratojt, po këta që stuhen aty brenda atyre? Përse duhen ta? Të djelë... Po aq janë, vrenoz, aq janë ata. Të djelë, tani, unë nuk po shikoj moj ti motër, nuk po shikoj një aktivitet, ose një tip fushate, një tip bredje në këto 5 qytetet, i aruan fare këto 5 qytetet. Që janë zgjedhje. Aruan njëzit që të vjetë ka zgjedhje. Sidomos në Vlorë, në Berak që janë pika. Fare! Dhe të kuptoje. E di që kanë të humbura, po tani kjo është gjyna. Doli ta ulant balla, tha 5-0, tha, dhe ne do am i natë që kush do fitoj në thellë në të 5 tash, e ka qartalje. Po jo, po jemi për të qarë, për Zotin, unë nuk e di, domethënë, nuk e di, po kjo është jo alarmante. Tani, ka të them unë, se unë jam popull demokrat i thjesht. Pa diskutim, dhe si ti mund të mendojnë shumë demokratë të tjerë, por pse mendon që ka zgjedhur pikërisht këtë lloj strategjie Partia Demokratike sot? Po ku e di unë Flori tani? Jo, si e gjykon? Si e sheh? Si e gjykoj? Tani unë e kam thënë, edhe e them, gjithmonë, që ore, nuk e di tani, se s'dua të akuzoj ose të vetë, po nuk më duke në gjera, normale, sepse... Po aludojnë që mund t'i kenë rregulluar gjërat e tyre dhe ndihen mirë dhe në këtë pozicion? Po tash nuk e di o birë. Tani, po që se bëjnë ashu, Zoti i vraftë për demokratët që i kanë ndjekur le këto 12 vit, po e tani nuk ka. Tani e vetëm zgjidhja është që doktori të bënte një analizë. Kjo është si që mendoj unë pa ndonjë, do të bënte një analizë, të vinte pika mbi, siç Bujar Leskaj. Tha, unë si që në Vlora ju. Drejtues politik, po. Po, unë ba tha, unë jam të tërë këta, të gjithë këta që kanë humbur, të gjithë duhet t'i pindoreqë. E gjithë kryesia dhe lartë të gjithë, duhet të bëni një analizë, moj. Që o 2023 do t'a bëni, unë u lëriva, më 2023 asgjesu bëni. E le në anashkalojnë dhe po ikim nga nume, nuk se e marrë vesh tani. Dhe, që ko tani, moj ti, protestën, e njeri u dhe në protestët, por tani, si që po kalojnë gjerat, njëzit mendojnë këshu. Edhe mendojnë shumë njëzit si mua, jo si mua, po e është pasyra që më 90-ën dhe dhe më 2025-ën më ti Jori Dashu, të gjithë politikanët, matas djaftas, janë pasanik, janë me makina 50.000 euro, dalin me kostum 2.000-5.000 euro, kupton ti? Edhe ne po marrën time, edhe unë nisem nga Korça, qëndroj në Librasht, a një pilaf me kos, ta si e pap, mendojmë se duhet jetë klasik, ose duhet ketë në një që ta dhe ta si e pap, që mund të mbush karburantin mirë për të qenë... Përballuar protestën, po.
Më kupton, po e them me humor, po është e dhimbshme. Pra, po i konsideron si tallje me demokratët të idenë e protestave, e kuptoj këtë. Dhe kur vem aty, shikojmë që këta vinin nga një me makinë luksoze, zbesin nga makina, e kupton ti? Edhe ne kruajmë dhembet nga pilafi, që më në pilaf tu, e ke parasysh tani ti, e po tashi bollo, tani hipni nga vitja juaj, bollo dham ne. Kjo është, do me dhe në, këta nuk e vën fare, bile fola një me njerin, po që grevurie, më tha mua. Me një deputet, po që grevurie, tha, edhe u troqan qikë se dhe Gjeshava, po u troqan kuptimin, ja pa shmendjen, këta se kanë mendjen për grevurie fare. Po kur thonë, po që grevurie, si argumentojnë? Kur thot ai deputeti, po që grevurie thua, si argumenton? Mendojnë që nuk do të shkoj, nuk do të fitojnë asgjë me grevën e urisë? Nuk do të arrijnë asgjë? Këta mendojnë që Edi Rama nuk i pyet. Do në them shqip, nuk i pjes. Nuk i pyet, do me thënë, mendojnë që mund t'i lera ju të vdesin. Pa ju të le të vdesish, ta ashme të kam. Po ta zemë që të le të vdesish. Po jepe ti atë provë, gudzo, në thonjza të vdesësh, atëre do më pëse shumë me mishe me shpirt, do vita thyra të derë në parlamentit, edhe të nëzjellu edhe të... Po jo këshu tani, jo po jo ky, jo po kja, jo. Ta tani janë nullur aty, po marrë një rogo t'i birë, edhe çdo që ka në regull, familjarët të tyre kanë të punësuar, leku po letën nga to se i shikojmë me makina me të tëra. Demokratë e shkretë, ik rrugve. Dije me atë liqë që ben ata, nuk e di si për këthejt e liqë, po di unë, po e në akthejnë në, nuk e di që ka bëhet. Po që, tashi të aprovojt atë liqën që ne zduhet të shajme, dhe unë pasaj mua do në fëtë në butë, Rama, se unë 24 orë ka dita, 25 orë e shaj, në kuptimin e fjallës. Që që i bje që du në butë. Je kritik, nuk është e sham, po je kritik. Po, e po në thonjzat e, nuk të leja, në që se, po le të më fut, unë se mbatë të gojnë, do më fut, le të më fut në burë, po unë, jo lishë vera, për që artoj të verë, unë do t'i dhe më burë ku tapë, s'kam shbe e o birë.